Zyra e Rregullatorit për Energji Elektrike në Kosovë, përmes një paralajmërimi ka propozuar shtrenjtimin e çmimit të energjisë elektrike në vend për rreth 15%. Qytetarët që intervistuam sot nuk e pritën as pak mirë këtë propozim. Rritë mirë është, po tashti shka më bo që për rrishin, nuk mujnë me bo kur gjo për prunë. A mendon që është papërballueshme? Është papërballueshme, se na jemi pensionera, na një sa kemi pension, këtë dvogël, me nëzi që për jetojmë. Mendimin e kam se nuk janë populli të punësuar, nuk i kanë kushtet sa duhet, edhe së është mirë, nuk o mirë kjo. 15% është nalt pak. Në tarën atë këtuit është pak nalt, po nuk kemë shë me bon. S'kemë shë me bon. Qështë e kanë prunë vendimin kryesia, do të mi përballu edhe na. Një tjetër i intervistuar tha se populli nuk ka mundësi ta përballojë shtrenjtimin e rrymës. Shumë e papërballueshme është. Një pension, për shembull, unë jam pensioner, për flas për pensionerë. Një pension me 240 euro, nuk mund me pa me bëj këto sen. Nuk mund të përballu. Rritjet i bojnë, po tash ti bën rritje, bën edhe rrogat. Këta pirrisin, po nuk i marrin masat. Sa ka populli mundësi me e përballu rritjet. Jo vetëm rrymës, po çdo rritje. A kanë rrit të pensionet, e kanë rrit rrogat e shoqërisë civile. Vitin e kaluar, ZRE-ja e uli çmimin për konsumator komercial dhe industrial për 3%, por një vit më herët me 2023, tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve.